بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Na kena nevojë vazhdimisht me kujtu nimetin e mundësisë që po na jep Allah. Vllazënina, jena elhamdulillah mirënjohës ndaj Allahut, dhe si shkak i kësaj mirënjohjeje kena ardhur në ders, edhe shkojmë në xhami dhe falim namaz. Elhamdulillah. Ama mos të harrojmë se ka pas edhe plot të tjerë të cilët kanë ardhur në ders dhe kanë ngu, po tashmë nuk ngojnë. Jo që kanë vdek, po ju ka duk se çështja e lehtë kjo dhe thjesht kjo. Dhe ju ka duk se këto sene i dimna, nuk kena nevojë na me shku para dikujt mu ul dhe me mësu, e Allah azhajal veç i ka hek ata, i ka pru të tjerë. Ata mirën dhe mendojnë që janë mirë shumë, dhe ndoshta mendojnë se janë më mirë se sa ata që vinë derse, po veç e mashtrojnë vetën. Veç e mashtrojnë vetën dhe një ditë kom i dal dehi ato edhe kanë me pa realitetin që ka thonë Allah azhajal në surën Kaf, apo në surën Kaf. E përmend të njëjtën edhe në suratul An'am. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Pejgamberit pjatër e vrejtën Allah azhajal. Te ftyrën tonë mos gabon me kthy te dikush tjetër dhe më jep shpinën atyre të cilët janë tunë në xhami tu bo dhikr mëngjes dhe mramje. Ata të cilët janë tunë në xhami, ata të cilët janë tunë në mezhlise të dhikrit, ata që janë tunë në mezhlise të dijes, ftyra jo do të më kon veç të ata. Prej të në pritet diçka. Ata të cilët jepin për çdo projekt me 1000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro, po nuk janë nga ata të cilët ulen në mezhlise ku përmendet fjala Allah azza wa jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka hajër për të. Ajeti kuranor do thotë apo? Dhe shkaku i zbritjes së ajetit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë prezant di shokët e tij, çata të cilët janë të njohur me emrin Ahlus Suffa, që rrinin xhami dhe bënin dhikr dhe kështu me radhë, dhe erdh një delegacion nga kufarët e Kurejshitëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikurse dëshiroi që ti lë këta dhe të takohet me ta me shpresë që nashta po udhëzohen. Allah i tha, mos gabëm ja kthy këtu në shpinën. Tu e pas synim ata mi kthirën fe. Ja. Allahu i bjen nëse ka hajër apo? Ama esenca është çështa të cilët ta kanë kthyr ty fytyrën, të cilët rrin në xhami e përmendin Allahun mëngjes dhe mramje. Që dajnë ajka dhe aorta e përmirësimit. Dhe nuk ka përmirësim, dhe nuk ka me pas dhe s'ka me ndodhur.